Gjithmonë kam dashur t'i bëj Mateos një pyetje, si puna e kësaj. Dgjojeni pak. Unë vazhdoj mendoj që një ditë duhet i bëhet pyetja Mateos që do më shumë Big Brotherin apo Brigenin. Se du ta dëgjoja atë përgjigje. E kupton? Dhe vjen dita që këtë pyetje ja bën Miri nga brenda shtëpisë. Mateo, të vjen një zgjedhje në këtë pikë lojës që është do zgjidhje dashurinë për Brigenën apo rrugtimin tënd në Big Brother. Kur të vi pyetja dhe kësaj Ta erdhi. Pra, i erdhi pyetja dhe Mateo përgjigjet. Kur të më vi pyetja, do t'ja përgjigje. Po, i erdhi pra pyetja. Dhe njëse, ai e kuptova pse e thot këtë. E kuptoj që Mateo nuk e konsideron Mirin dhe s'do t'i jap përgjigje Mirit. Se pyetja është shumë e mirë, pyetja është $1 milion pyetje në këtë moment. Pse? Shpresoj shumë që Ledioni, Arbri apo Monika t'ja bëjnë si pyetje, me që Mateo nuk e do nga Miri, e do nga Ledioni, e do nga Monika, e do nga Arbri. Edhe ta dëgjojmë këtë përgjigje. Është shumë e rëndësishme kjo përgjigje në këtë pikë të lojës, sidomos nga Mateo. Pse? Sepse e para, Brigena ka treguar shumë qartë që e ka më të rëndësishme lojën se sa lidhjen. Madje ajo është gati që lidhjen ta vazhdoj, domethënë njëjën ta vazhdoj jashtë, po këtu do të mbaroj lojën një herë. Ndërkohë, këtë qartësi nuk e kemi nga Mateo. Mateo ka hyrë me një qëllim në këtë Big Brother. Ka hyrë për të ballafaquar, po themi, me Brigenën. Mirë, po gjatë kohës i ka lindë dhe dëshira për të fituar Big Brotherin. Dhe në këtë moment, duam të dim se kush është më i rëndësishëm për Mateon, Big Brotheri apo Brigena. Sepse i bie që nëse konkludohet, le të themi, lidhja me Brigenën, mbase kësaj ditë me Brigena, që nëse konkludohet lidhja me Brigenën, atëherë Big Brotheri të dyve ka mbaruar. Dhe kjo është ajo që e trem Brigenën dhe e mban distancë. Prandaj e mban distancë që të mos konkludojnë me lidhjen, që të vazhdojnë Big Brotherin. Prandaj them që për ta qartësuar Mateon si lojtar, për ta qartësuar Mateon ose strategjinë e tij, që në fakt nuk ka një strategji të madhe, por atë strategji që ka për ta qartësuar këtë, Mateo duhet i përgjigjet kësaj pyetje. Do më shumë të fitoj lojën apo të fitoj Brigenën? Pra, nëse fiton lojën dhe heq dorë nga Brigena, a është më mirë apo është më keq? Apo është më mirë të fitoj Brigenën dhe të heq dorë nga loja dhe nga çmimi i madh? Kjo është pyetje shumë strategjike, pyetje shumë e mirë, por Mateo, me sa duket, nuk pas ka guxim t'i përgjigjet kësaj pyetje. Sepse kam përshtypjen që përgjigjja do ishte Brigenën.